Ta vdheu shqiptare në mes të Bratislavës në Slovaki. Ta vdheu, madje shiveni e keni dhe në meny. Ta vdheu në menyn me 3 korse, me 5 korse dhe ta vdheu më vete. Shiveni tavën e dheut në mes të Bratislavës. Në mes të Bratislavës, kryeqytetit të Slovakisë, jam kthyer 35 vjet pas vizitës parë që kam bërë në korrik vitit 1991. Kam një fotografi të vjetër në Bratislavë dhe po mundohesha të gjeja vendin, e gjeta, bëra dhe një fotografi paralele me të. Kjo është një nga rrugët e Old Townit, qytetit të vjetër, edhe këtej është pjesa tjetër. Kaloj njerëzit se është plot. Mendova të gjeja një restorant për drek. Erdha një nga restorantet më të bukura, se mu duk shumë i bukur restoranti. Pronari doli dhe më tha, Blendi, hajde, është bekimi nga Shkupi. Nga Shkupi, po sa vjet ke këtu bekim? Që 34 vite, kur je kom. 34 vite, që kur kam qenë nërën e parë, ka ardhur babai ka ardhur i pari. Babai, ti ka ardhur sa vjeç? Unë 9 muaj. 9 muaj? Po. Po sa shqiptar ka sot në Bratislavë? Po besoj një 1000 jemi një komunitet i vogël. Jemi 1000 veta? Po, jemi. 1000 shqiptar në Bratislavë. Është qytet i vogël, i mbledhur, një mini Vjen, mini Prag, mini Budapest, po shumë i bukur. Sa restorante keni këtu? Po i kemi 4 restorante. 4 restorante? 4 restorante në Bratislavë? Po, në Bratislavë 4 restorante. Po, në qytet vjetër i kemi 2 restorante, në Forësi besoj një 5 minuta prej këtu, e qerat i kemi në qendra tregtare. Në qendra tregtare, 2 i keni në zonën e vjetër? Po. Ky ishte absolutisht restoranti më i bukur që pashun në Bratislavë, modern flas, është mesdhetar apo jo? Po, mesdhetar, po. Shiheni rruga nga Vjen, për të hyrë në zonën e brendshme, tani do ja tregoj restorantin nga brenda. Bekim, po si u mor babai me restorante? Po i ka punu në gastronomi edhe në shtete tjera, edhe pastaj kur ka ardhur në Slovaki, i ka pëlqyer vendi, s'ka pas shumë edhe konkurrencë, edhe kemi vendosur të jetojmë këtu, edhe që jemi këtu, që 35 vjet. Babai e nisi tani ti sa vjet ke që po merresh vet? Po na kemi lind restorant, domethënë na që 35 vjet jemi. Shiheni tani më të bukurën. Hajde pak bekim ma trego ku ishte tava vdheu. Te para hajet është e këtu, është, domethënë kemi edhe këtu është tava e vdheu. Shiheni, tavë vdheu. Është edhe një ushqim më i Albani Recipe. Është ushqimi më i shitur. Është ushqimi më i shitur. Më i shitur, më i preferumi. Më i shitur i më i preferumi. Po. Në restorant ndoshta më të mirë të Bratislavës, tava vdheut shqiptare më e shitura, por shtrenjtë paske. Po ai si dojnë gjona të mira janë edhe të shtrenjta blen. Shive sa bën tava vdheut, 59 euro këtu, po është. Po është në menu. Se kjo është e menuja 3 ushqime. Po, 3 kurse. Pra edhe me 3 korse dhe mbete, 18 euro është mbete. Solo, po. Do hyni tani ta shohim pak restorantin nga brenda se është shumë i bukur si dizajn, atë bekim përpara. Pse e ke quajt Narbon? Po Narbon, vikingët e vjetër e kanë quajt Mesdheun, dhe ato kur kanë shku në Mesdheu kanë shku për ushqim. Kanë shku për ushqim? Për ushqim, edhe se ka pas ushqim më të mirë, vikingët e moqëm, edhe na pëlqej ki edhe emni, edhe kombinimi, po vetë edhe pse jemi na mesdhetar. Edhe ja vut Narbon me që është restorant mesdhetar, është pjesa vogël. Po ta vini është shumë e bukur. Muret janë 1 metër të gjera, sepse janë muret e vjetra. Kush e ka dizajnuar? Te ka dizajnu një prej arkitektëve dhe dizajnerëve më të mirë shka është në Slovaki, është Kalin Sakov. Tjërët ai, është, besoj, kemi dojë shumë knasht prej punimit. Gjithë banaku me inox. Isha pa banak me inox, i gjithë i punuar atje, pasin edhe atë për tjere dhe kalaja famshme e Bratislavës, shive sa e bukur që është, kalaja është e famshme në njërë, tani hecim dhe në pjesë tjetër. Gjithë dizajn e ka bërë arkitekti. Po, dhe gjithë dizajn. Takohen 3 gjona, dizajni, ushqimi dhe mikpritja, kur takohen bashka jo kryon, pastaj një... Sa dola kedera, bekimi doli i pari, tha, hajde, tha, se jemi restorant. Më shkët të kuzhina? Po, më reqish jo. Shiveni sa i bukur është, shiveni pjesa e sipërme, e gjitha me tu. Ideme do kuhinje.
Po, kjo është pjesa e banjës. Shiçet dizajn. Fantastik gjithë dizajni. Po ky është më modern, tjetrin e keni më Po më tradicional. tradicional është, tjetri është La Piazza, është ma shumë edhe kuzhinës italiane i përket. Kuzhinë italiane. Po, ma shumë kuzhinë italiane. Po tregtare apo restorante? Ato njëna është Bistro by Narbon, është bistro e Narbonit tillë, Po. është si një fast food i këtij Narbonit. Klientët çai keni kryesisht? Po, vendas, na punojmë ma shumë me vendas, me Slovak, normal edhe turistat, se jemi Po në... shqiptar vinë? Po, më qish jo, ato vinë peqi, që vitin, shqiptarë? po, qish jo, po, Ta i shohim kemi, pak po, kuzhinën, hajde, mund hajde, të- mirë se, po. Po, këto janë edhe ushqimi juaj i Ky është gotës. tavadheu. Po, Shifeni tavën e dheut. Tavë e dheut në restorant në Slovaki. Tavë dheut tipike shqiptare. Sa e pastër që nga. Hello. Ja ke kuzhinë e pastër, e gjitha. Po. Është shtrenjtë Slovakia? por besoj ma lirë se Austria. Është ma lirë se Austria, por me binë me një mes të Slovenisë. Po, vinë në mes. Që aty jemi me një farë standardi si Slovenia, Kroacia. Do thonë kjo lloj pak ma A vinë shtrenjtë. shpesh në Shqipëri? Po shumë shpesh vina në Shqipëri. Vjen në Shqipëri? Po, a? po vina shpesh. Kur rini më shumë? Po, Kur vini? ma shumë rina në apartamentin tonë, shka kemi në Durrës. Keni apartament në Po, Durrës? atë Ke shkojna. vite? Po, qenja 5 vite, po. Edhe Atë shkoni në shkojna. Durrës për Po, pushime? po. Tani fluturohet direkt Po, nga... fluturohet për Bratislavë në Tiranë drejt, edhe shfrytëzojna edhe këtë linijën edhe shkojna shpesh, po. Domethënë, ju pikeni edhe në Shqipëri, po në Shkup? Po në Shkup edhe atje shkojna Në Shkup shpesh. s'keni investime, a? Po, restorant jo, po shtëpia, Shtëpia, po, po, normal, shtëpia, po, normal. i ka- E kombinojna na Po Shkupin, shqiptarët e Shqipëri. tjerë që janë këtu nga janë. Po, Cilat shumica janë të Maqedonisë edhe të Kosovës, edhe që ta shkonë e fundit edhe të Shqipënisë. Edhe Shqipërisë. Po, ka, po që jo, po. që kanë ardhur Po. dhe vinë, mëse merren? Po, mirën me ndërtimtari, mirën me... shumica me ndërtimtari. Pjesa e Shumë, ndërtimit. pak restoranti është fantastik, imagjinohet për restoranti modern në zemër të Bratislavës. Tash ndalova për të ngrënë diçka që po mbushnin më një restorante të tjera, më duk më i pastër, më i rregullt, më i gjithë. Doli pronari shqiptar Bekimin tha që më kishte shkruar në Instagram përpara, por zor se gjeni gjë më të bukur. Tani unë po e mbyll me Bekimin dhe kamera mund ta tregoj edhe një herë gjithë restorantin për ta parë sa i bukur është. Është fantastik. Shite, Narbon, me zeu sipas vikingëve, shikoni si janë dhe tavolina. Drek apo dark kështu dhe më shumë. Edhe dreka edhe darka. Edhe dreka edhe darka. Shikoni çfarë bukurie që ka. Restoranti është spektakolar.